që është Benjamin Netanyahu, është një politikë shtetërore e Izraelit e cila prej dekadash vazhdon zgjerimin e saj dhe kaosin e saj dhe genocidin e saj, ku tashmë 2 vite e gjysmë janë bërë që ne shohim gjithë bota, domethënë ne shohim live, kurse Amerika këtu duket që nuk e ka një strategji të vet, domethënë specifike për këtë, sepse edhe nga legjislacioni amerikan i cili me dalë atje me Britaniet pra atje, kjo është edhe kundra vetë legjislacionit amerikan, i cili do të marrë lejen nga Senati amerikan, i cili Senati amerikan nuk besoj që do të japin okejin Trumpit, sepse siç dihet Trumpi ka një operacion pra dhe jo lukse, për të shpallur lukse Amerika dikujt duhet të ketë në radhë të parë vendimin e Senatit, do të ketë vendimin e Senatit dhe ka bën një operacion dhe në këtë operacion nuk mund të dalin diku detet e më marrë dhe unë po bllokoj anijet po bëj këtë, pra siç e bëri edhe Putini, kam një operacioni kaloi 4 vite dhe sa domethënë me luftë. E kemi një gjallëdi aq të madhe në zonë ku deri më tashmë vetëm Izraeli po fiton nga ajo strategjia e vet e zgjerimit, e pushtimit, e krimeve, kurse Irani po mundohet të mbrojë vete, kurse Amerika me sa duket është fut në këtë gjyrulli dhe po mundohet të dalë me një krenari, sepse do të ushqyej edhe popullive, pra të shkuam atje, ç'a bëm atje. Para vitin e kaluar në që luftën 2 javore, Amerika tha që ne bombarduam, pra nuk kemi më frikë nga armët nukleare të Iranit. E tashmë ende në tavolinë shpika kryesore armët e bërthamore të Iranit. Pra atë që thot Trumpi në fushë janë krejt të ndryshme dhe kjo e bën edhe më të pazgjedhshme situatën në rajon. Sokol, nga ana tjetër, kush ka më shumë për të humbur në gjithë këtë konflikt? Pra kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Iranin nga ana tjetër? Jo, tashmë është shumë herët për të thënë se kush humbi apo kush fitoi, kush humbi. Ne mund ta quajmë kështu, kush fitoi më pak dhe kush humbi më pak. Pra se cili është fitore këtu nuk mund ta quajmë, domethënë edhe Izraelin e quajmë që është fitore nga ana e mrenshme, politikat e mrenshme, për shembull Izraeli ka fituar sepse nga Izraeli tashmë janë larguar 3 milionë gjys apo 4 milionë njerëz të cilët kanë qenë si themi ne kundra luftar kundra ashtu, dhe tashmë të paktën partën e 2-3 dekada më radhë në Izrael do të kemi qeveri radikale që janë vetëm për krime, pra që përdorin që mbështesin qeveritë e tyre për krime, për vrasje, për genocide, pra sepse ata të njerëzit me mendje të këtillë janë larguar nga Izraeli, nuk do kthehen më atje. Kjo nga ana politikës e mërshme e Izraelit është një fitim i madh. E para. Pavarësisht se ka humbje ushtik ajo Kubeja, Çelik, domethënë Çatia, Çelik te aty ka humba tjetër, por tashmë edhe në Liban ka hyrë 50, 60 deri 100 kilometra, dhe tashmë ka progresuar po ashtu edhe lartësia të Golanit i ka marrë ashtu, po ashtu edhe në Irak pritet të bëjë gjë të tjera, në Jordani po ashtu dhe në vende të tjera. Kurse nga ana e Iranit, Irani në fakt nuk është për të fituar asnjë, sepse Irani është i pushtuar, pra Iranin e kanë pushtuar të Iranit, ka një luftë për mbijetesë, për të mbijetuar dhe për të mbijetuar kurse pushtuesi dhe i pushtuar janë dy ndryshime, nuk mund ta quajmë ne fitim për Iranin, por nëse Irani ja arrin pra të mposhti me të vërtetë ta godisi Izraelin, sepse Amerikës nuk ka çfarë bën në asnjë mënyrë, ta godisi Izraelin dhe ta lëj brenda kufive të saj, pra t'ja sepse Izraeli nuk merr vesh ndryshe vetëm me armë, pra i fortë, vetëm nëse ti je i fortë dhe ata në turit si themi ne shqip, vetëm atëherë ulen në bisedime me ndryshme, kurse në të tjerat janë krejt pralla, sepse janë dukur domethënë prej dekadash politikat e Izraelit dhe të Amerikës me Iran. Kurse Amerika unë nuk e shoh që humb Amerika nga politika e mrenshme mund të humbin, pra republikanët duke shumë vështirë që të fitojnë në zgjedhjen e nëntorit, po ashtu edhe pas dy tjetër, po ashtu edhe Vance që ishte domethënë gjoja kundër kësaj lufte u dërguar në Islamabad, pra edhe një vit e kuqe ku kemi një përplasje shumë të madhe brenda republikanëve në Amerikë, pra kemi edhe me llojet e tyre kanë një përplasje shumë e madhe, por pritet më sa shqitet në median amerikane, pritet që me të vërtet pas kësaj lufte, pra nëse do të marrë fund kjo luftë për 1 muaj, 2 muaj apo deri në shtator që pas thënë Trumpi dikur, atëherë në Amerikë do të kemi edhe aventura shumë të rëndësishme të cila shteti amerikan, pra Pentagoni, po ashtu edhe Washingtoni do të shohin për kyladjen e vet brenda shtetit të tyre, e cila do të ndryshojë shumë gjëra ndoshta për të ardhmen e Amerikës. Dhe Amerika në rajon në fakt nuk humb gjë, sepse Amerika e shef çdo gjë nga ana mallore, nuk ka asnjë forcë në botë sot që t'i dali e kundra, pra as Rusia, as Kina, as Brazili apo India, apo tjetër kush do të dalë tjetër. Kështu që Amerika atë vendin që ka mendimin për të qenë vetmja forcë globale, e cila është domethënë deri më tani këtë do ta vazhdojnë, edhe pse mund të paguajnë një faturë shumë të madhe, miliarda euro në
në lindjen e mesme nuk është shumë problem se në fund të fundit edhe pari ka marrë dhe i paguajnë arabët. Pra shtetet e Gjirit Persik dhe Arabia Saudite, ne mos gabojmë vizita e parë e Trumpit që u zgjo për herë të dytë, president shkoi 3.4 trilion dollari allan ata edhe shpenzimi që ka bërë Amerika me këtë luftë, normalisht do t'i paguajnë arabët të gjitha. Do t'i paguajnë cash biles arabët. Kurse në aspektin geostrategjik, kjo zonë ndoshta mund të ikë nga influenca e Amerikës. Kjo mund të jetë një humbje për Amerikën, por sa të ketë Izraelin ende si shtet në rajon, nuk besoj që Amerika mund të humbi në rajon, sepse ka prej dekada me radhë si çfarë do të bëjë Amerika me dorën e Izraelit, i arrin të ketë në kontroll të gjitha. Por nëse Irani arrin të në tavolinën e saj të fitojë të gjitha ato 10 pikat e veta të cilat ka thënë, mbas ne do të kemi njështje, sepse duhet harruar Grisela që nëse pas mbarojmë një luftë të gjithë bëhen më të fortë. Pra nëse Irani fiton aty, masanjat do të kemi edhe Kinën, do të kemi edhe Rusinë, edhe shumë të tjerë, edhe Bashkimi Evropian do të jetë me Iranin. Pra nëse fiton Irani, apo nëse humb, pastaj nuk është kurkush me te. Kjo është ajo e bime. Po deri tani nuk mund të themi që aty ku fitoi Amerika apo fitoi Irani. Vetëm gjë që ka fituar Izraeli për me zgjerimin e saj afatgjatë, kurse të tjerat janë në humbje, por njëna në ka luftë për të pushtuar, kurse tjetra ka përmbjellje, si do ta kuptoj edhe pak në nuancat të ndryshme fitoren apo humbjen të dy anëve. E qartë. Mirë, Sokol, për ta mbyllur, ndërkaq mendon se ka ende shpresë për negociata mes këtyre vendeve, apo kjo është rruga, le ta shuajmë, pra përballë një përplasje të pashmangshme? Tashmë, në fakt është shumë e vështirë që të themi, sepse dihet historikisht që çdo luftë në fund të fundit mbaron në tavolinën e diplomacisë, pra dikur mbaron. Por të njëjtën gjë e thonim edhe para 4 viteve, 2 muaj më parë për Rusinë që mbaroi sot, mbaroi nesër, dhe kjo është shumë për të dëshiruar, por duke pa tre aktorët në rajon, pra në këtë luftë që janë Amerika, Izraeli dhe Irani. Një e para, Amerika dhe Irani duan ta marrojnë këtë luftë me të mos sa më shpejt, sepse të dy nuk janë në fituar, asnjëri nuk po fiton aty, qoftë nga ana ekonomike, po qoftë edhe nga ana gjeostrategjike. Vetëm por këtë duan ta marrojnë dhe duan të dalin në një krenari në fakt nga kjo luftë, e cila nuk po arrisin dot as Irani dhe as Amerika. Kurse Izraeli ka një strategji krejt të ndryshme, pra si zgjedhjet në të gjithë rajonin, dhe sidomos që pas 2001 të mrapa, pra kemi 25 vite në rresht, që Izraeli kërkon që të fusi e gjithë zonën, domethënë sa më larg, pra qoftë edhe Bashkimin Evropian në Kipër apo në Greqi, ta fusin në kaos. Kjo është politika strategjike e Izraelit, që të ketë kaos, që të ketë luta, që të ketë çoptime gjithanë. Kurse Amerika dhe Irani duan që të ta mbarojnë këtë luftë, sepse me të vërtetë edhe Trumpi ka shumë të vështirë, pra siç e thash edhe në fillim Griselda, që çfarë do i thotë popullit tina, edhe kjo është një minus shumë i madh, domethënë jo vetëm thjesht për Trumpin, por edhe për partinë e tij, e cila vonë mund të vinë në qeveri me këtë politika të Trumpit. Edhe kurse nga Irani, po Irani është në fitim barë, se ku i them në fitim është për vetë mbrojtje, por të paktën deri diku nga ana psikologjike ka arritur ta thot popullit njëjtë në radhë parë forcoj brenda shtetit të vetë dhe gjithë opozitarët që ishin, sepse tashmë kur çohet dikush një shtet tjetër në botë dhe thotë unë do të eliminoj e gjithë qytetërimin tuaj iranian pers, pra 3.000 vjet qytetërim, normalisht që këtu nuk ka më pastaj opozit i majt apo i djathtë dhe kundra Hamanet apo pro Hamanet, sepse në fund të fundit pra i e mish për armikun, pra qofsh i majt i djathtë, domethënë qofsh me regjimin e Ajetullahve apo qofsh edhe kundra tina, por forca e Iranit, nëse me të vërtetë Irani do të ketë që thotë ende nuk kemi përdorur ato armë që ne kemi, pra ka armë shumë më të mëdha, më të forta Iranit, atëherë Irani aty mund të dalin shumë e fitueshëm, pavarësisht se duhen ndoshta vite apo duhen dekada, por nëse Irani arrin ta largojë Amerikën nga aty dhe t'ia uli hundët Izraelit, atëherë Irani do të ketë nën kontrollin e vet totalisht e gjithë të shtetit të Gjirit Persik, brenda këtu edhe Arabinë Saudite, e cila për dekada me radhë Irani do të jetë një ndër superfuqitë e rajonit. Biles nëse do të arrisë një fitore të tillë, unë mendoj që Irani do të jetë vendi që do të jetë më i ngushtë me Bashkimin Evropian në të ardhmen. Mirë, Sokol, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për mua, faleminderit.
Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund, do të ndalemi pas pak në pjesën e dytë për të folur sërish për gjeopolitikën.